Kryeministri Edi Rama e ka quajtur qesharake pretendimin e liderit të opozitës Sali Berisha që akuzon Partinë Socialiste për kopim të programit të tij. Gjatë një deklarate, Rama theksoi se programet janë të hapura dhe mund të konsultohen nga kushdo, por theksoi se ai është i përkushtuar për një program qeverisës që ka për qëllim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk e di si mund të ndihmoj, po një gjë të lutem se kjo kopimi i programit është shumë qesharak. Shumë qesharak. Programet janë rrugëve dhe nuk e di sa programe ka rrugëve mira që mund të shohësh, të konsultosh, ti adoptosh, të bësh çfarë duash, nuk ngel. Dhe një gjë tjetër, se për të kaluar tani në anën shumë serioze. Kam thënë dhe më parë, ne kemi një program pune, një program qeverisës, që është një program me cilin po antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. A e kuptoni? Se kjo i thot të gjitha. Bashkimi Evropian nuk antarëson, nuk i afrohet fare vendeve që nuk përmbushin standardet dhe kriteret që ka Bashkimi Evropian në të gjitha aspektet. Ai shtoi se Partia Socialiste ka krijuar një skuadër të re dhe dinamike duke krahasuar me koalicionin e djathtë dhe duke theksuar se Partia Socialiste është një shkollë e vërtet e promovimit të rinjve dhe ka në përbërje të saj një skuadër të rinj që janë bazë për gjeneratën tjetër të lidershipit. Që është skuadra më e re. Do me thënë kushdo të reja dhe të rinj i ka në skuadrën e Partisë Socialiste me shumicë dhe i ka me shumicë në listën e mbyllur. Ky është një ndryshim shumë i madh me të gjithë të tjerët. Të shkosh të votosh ato moçalishtet e reja që janë hapur, në rastin më të mirë me fat, mund të marrësh në parlament, mund të kesh parlament një person, me çdo bëj një person. Ndërkohë që duke votuar për ne, përveç të gjitha të tjerave, do kesh shumë të rinj dhe të reja në parlament, që janë praktikisht gjeneratës tjetër të lidershipit Partisë Socialiste. Në rubrikën Sy më sy, Rama u pyet për përdorimin e fjalës së bufi si një simbol i qeverisë së tij. Ai e holli poshtë këtë pyetje duke sqaruar se fjala kyçe e qeverisë së tij është pasaporta europiane për Shqipërinë dhe se fjalët e tjera janë të pavlera. Ai theksoi se fitoria e Partisë Socialiste është rezultati punës së bërë dhe vendimeve të qëndrueshme të qeverisë, por edhe për shkak të mungesës së kundërshtarëve të fortë.